komunitare Luginës së Preshevës vazhdoi aksionin në dytë për të ndihmuar familjet e dëshmorëve, familjet e invalidëve të luftës, skamnorët në komunën e Preshevës në Kosovë, Maqedoni, ku këtë ditë nga kjo shoqatë u ndihmuan 45 familje me nga 300 franka zvicetrane në bashkëpunim me organizatën e veteranëve të luftës në Preshevë, ku u identifikuan familjet me nëmritar në komunën tonë. Qëllimi i kësaj shoqate humanitare ishte që me anë të ndarjes së këtyre mjeteve materiale ta zbusin gjendjen e këtyre familjeve në këto kushte të vështira dimri, duke ndihmuar për disa çaste të harrojnë hallet dhe plegët e përditshme. Edhe një herë konstatuam se në mesin e familjeve të përmendura kishte varfëri të skajshme dhe se situata nga viti i kaluar nuk kishte ndryshuar fare. Këto ndihma u merrpritën nga familjet në fjalë, por edhe nga shoqatat e përmendura me të cilat bashkëpunojnë shoqata humanitare Luginës së Preshevës në Zvicër. Ndihmat në fjalë të buan nga disa anëtarë të shoqatës sonë në disa kantone të Zvicrës, si dhe një pjesë nga buxheti i shoqatës për një kohë të shkurtër në Zvicër, ku mbledhën me qindra pranga nga bashkëdhëtarët tanë. Ky kontribut ishte dedikuar për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe skamnorët në komunën e Preshevës në trag të festës të fundvitit. Aksionin e shpërndarjes e filluam nga familjet e dëshmorëve, me rast vlen të përshëndetet kryetari i organizatës së veteranëve të luftës, Lulsimi Bishi, i cili në çdo moment i gatshëm dhe na shoqëroi në disa familje të dëshmorëve në disa komuna të Kosovës. Ishte vështirë të përballojmë situatës prekse që takuam këtyre ditëve, e nënët e këtyre dëshmorëve mbartëse të obligimeve familjare, e ku fëmijët vijonin me vështirësi shkollimin në shumë raste tjera prekse. Ju përshëndes në emër të shoqatës humanitare të Luginës Preshevës e të vepron në Zvicër. Ne jemi themeluar për të mbështetën familjet e dëshmorëve, invalidës, ishte ekonomike dhe skamnore. Shoqata humanitare Luginës Preshevës i mbështet aksionet dhe i përkrah të gjitha këto familje me statutin e vetën u themelu me 17 qershor në vitin 2006. Ne jemi në ndihmave të cilët në bashkëpunim me shoqatën me organizatën e veteranëve të luftës në Preshevë dhe i përshëndes mediat të shkruara elektronike dhe brenda këtu në Luginë dhe jashtë Luginë. Ne ku e kemi themeluar me moton se familjet e dëshmorëve duhet të ndihmojmë edhe të përkujtojmë, por mota jonë është që 30 franga vjetore antarësia jonë është simbolike, me qenë antar nuk fikësh, por mos me qenë vetëm korritësh në shoqatën humanitare të Luginës Preshevës, që e ka një mision me fillësi qesë dhe transparent. Dhe njëherët dëshiroj që si falenderoj disa subjekte fetare dhe të cilët na kanë mbështetur neve si nga fillimi dhe vazhdojnë ta mbështesin. Si që është xhamia e Repshtajnit në këtë vit na ka mbështetur me 2000 franga, xhamia e Buksit me 500 franga, xhamia e Sangallenit me 1820 franga dhe ish dega po e shruar ka herë ka pas një fond për 4620 franga, që dhe e pat arsyeshme fal punës tonë, sinqeritetit tonë i ka dhënë këto mjete të cilët tash i kemi shpërndar në teren me zbashku me shokët tonë. Por ka pas edhe bashkëdhëtar të cilët përveç antarësisë 100-200 franga shtetë kanë paguar. I falenderojmë të gjithë dhe njëherë i ftojmë të gjithë bashkëdhëtarët kudo që gjenden, ta ndihmojnë shoqatën humanitare të Luginës Preshevës, se kjo domethënë i ndihmojnë familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës dhe skamnorët në Luginë Preshevës. Jemi shumë transparent dhe mirënjohës televizionit Presheva, televizionit Aldi, Presheva Komit, se me djetë na vërtetojnë atë punën tonë dhe ato që e kemi tonë deri më tani. Dhe për këto 2 ditë me 25 ditë dhe 26 dhjetor, da ndihmon në 45 familje. Prej të dhere ishin 25 familje dëshmorëve, një familje të invalid të luftës dhe 20 familje të skamnorëve, 10 në Bujanov dhe 10 në Preshevë. Dikon kemi rreth
12 familje dëshmore të cilë kanë lënën 30.000 jetima. 15 prej tyre janë Kosovë, 15 janë në Luginën e Preshevës. Ato që viti 2 tashmë, që gjithmonë mendojnë për ta dhe punojnë për ta mas shumë të familjet e dëshmore të jetimëve të cilë kanë lënën. Po gjithashtu kemi lënën edhe 1.200 euro për kurban në Bashkinë Islame Preshevë Bujanos dhe Medveq. Të cilët e cilë kemi përkrajnë shumë të madhe, na kanë ndihmuar në shpërndarjen e mishit, po edhe moralisht, por edhe fizikisht kanë shpërndarë ndihmë ku dashnë. Gjithashtu në shoqatën internacional Human Center në Preshevë kemi ndërtuar dikon 4.000 franga zvicrane, ku do t'i shpërndajnë aty ku ka nevojë ata ku e di më mirë ku është nevoja më e madhe. Nga për familjet e skamnorëve. Mendojmë gjithashtu dalmë që në mundin tonë, në përkajnë e përshdotarëve tonë në Zvicër, që në tarmën ndoshtë edhe pak ma shumë do t'i ndihmojnë. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës e përshëndeti këtë aksion Lulzim i Bishin. Organizata e veteranëve të luftës përshëndet aksionin e shoqatës që ka vepron Zvicër për çështje humane. Dhe aksioni ky është aksion human me karakter moral, familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, që kanë marrë qerë, më tepër kanë nevojë për çështje morale, që ne këto vigjilës të i bëjmë ne, ata marrin një forcë dhe një përkajje morale, por edhe kjo ndihma të dashur me vetorin e shoqatës dhe vetorin e Zvicrës. Ishin dita e parë ishin në komunën e Gjilhanit dhe të Zhegrës, duke filluar për fshatit të Zhegrës, se familja e Shaban Ukshini Komandan Terri, familja e Sami Ukshinit, familja e Sedej Biseni në fshatin Shordan, Kësëdariti Gjilan, ishte familja Fatmiri Bishit, familja e Fazia Idarit, të cili është në kushte shumë të rënda ekonomike, kushtet të tërshme, poshtu në Gjilan, familja e Pasit Faik, të cili qëri ti kondicionë, në të nësë në të familje, në fshatin Dobrasin, në fshatin Bilash në të familje. Ata ne kemi vazhdo rrugën në fshatin Ferzat, në fshatin Meratos. Andaj neve, pa ditë të sashme në ngelet për ta kry aksionin në komunën e Preshevës, në të me fajin të komunën të gjithës, që dhe një vëzit e nga duhet të shkojnë në Prezident, Shorek dhe në Prishtinë, ku asje kemi edhe 5 familjes të pa vizituara, po kjo do të bëjmë është pjesë e këtij aksioni. Po për shkaqe të kohës, po thejë që shoqatët nga Zvicra nuk do të kenë mundësi të vinë për shkak kohës të shkurtër. Në këtë aksion ishte përfshirë edhe shoqata humanitare International Human Center, pasi shoqata humanitare nga Zvicra ja kishte dorëzuar 4.000 franga zvicrane që të ndihmojë gjithë ato familje skamnore në komunën e Preshevës. Dhe këtë aktivitet e mbështeti kryetari i kësaj shoqate dhe për radio televizionin ton u shpreh. Për mos në zgjat më tepër, kisha shfrytzuar rastin tash të falenderoj shoqatës humanitare Lugina Preshevës në Selim Zvicër, e cila na ka ndihmuar për muajin e Ramazanit me një sasi të konsiderueshme në veshmbathje dhe tash me 4.000 franga që e kemi shpërndar jetimëve dhe skamnorëve, shfrytëzoj rastin gjithashtu. Përzemërsisht i përshëndes të gjithë bashkëpunëtorët në Zvicër edhe të i falenderoj nga zemra që nuk na harrojnë, se pa ndihmën e këtyre pak vështirë është të ja dalim për ta skamnorë, se ju e dini, gjendja ku shkon ditë për ditë të ufejsu më tepër. Përshëndetje për të gjithë, i falenderoj përzemërsisht kësaj shoqate që me kontribut jashtëzakonshëm i ndihmojnë kësaj popullate, edhe një herë e vetë një shoqatë në diasporë që mendon për Luginën e Preshevës.
Po ashtu nga kryetari i shoqatës humanitare nga Lugina e Preshevës me Selinës Zvicër, Shaibu Bajrami, me rastin e kësaj preskonferencë ndau mirënjohje për organizatën e veteranëve të luftës, drejtorin e webfaqes presheva.com, Radio Televizionin Albi dhe Radio Televizionin Presheva për angazhimin e deritanishëm të mediave elektronike dhe të shkruara në informimin publik rreth aktiviteteve të kësaj shoqate. Në sallën